Dashur teleshikues, ju përshëndes. Po fillojmë lajmet në televizionin 4+. Fermerët e Drenovës në Mallakastër po përballen për të tretin vit radhazi me tharjen e pemëve dhe uljen e ndjeshme të prodhimit të qershisë si pasojë e ndryshimeve klimatike. Ata po ishin dorë nga kultivimi i saj, duke zëvendësuar me kultura më rezistente si ulliri. Ky sezon nuk ka ardhur i mbar për fermerët e Drenovës, një ndër zonat më të njohura për kultivimin e qershisë në Mallakastër. Ata ngren shqetësimin e rënies së ndjeshme të prodhimit dhe tharjes së pemëve, teksa theksojnë se ndodhen në një situatë për të tretin vit radhazi. Sipas tyre, prodhimi është shumë i dobët për shkak të kushteve të pafavorshme atmosferike, të cilat kanë ndikuar drejt për drejt në dëmtimin e kulturës, duke bërë që nga një burim kryesor të ardhurash për banorët, qershia të kthehet në një kulturë gjithnjë më pak fitimprurse. Prodhimi është shumë i dobët. Vjallë në faktori kohës i kapi një i ftohtë gjatë lullëzimit, edhe si që shikoni gjendja është shumë e dobët. Ne nga vitet e tjera kemi qenë shumë mirë. Kemi pas shumë mirë. Mund të ndikojë edhe faktori kohës që është ngrohur, na klima, na ngroja globale, çfarë do themi. Prodhimi si vjet nuk është aq i mirë. Po bën viti tret që vjen sapo vjen, po degradon nga kuptimi nga natyra, nga klima. Si fildane po thahen, zëmësojnë me fariqe ulliri tash, sepse e dyta dhe shpopullimi i moshës të re që është, një pjesë e atyre kanë ikur para kohë, një pjesë janë larguar dhe ka ngelur shumë pak. Qershia si kulturë të zona jonë e përgjithshme mund të ketë ngelur rreth 30%. Se në kohën e sistemit, që u kthye sistemi, në qoftë se kishim 200 hektar, u mbollën 700. Por në këto 700 që mund të ketë ngelur, 20 hektar mund mos ketë ngelur. Edhe këto që janë të shpërbera të. Banorët pohojnë gjithashtu se përveç klimës së paqëndrueshme, me ngrica në kohën e lullëzimit të pasuara nga temperaturat të larta, edhe kostot e papërballueshme të mirëmbajtjes kanë rënduar edhe më shumë situatën. Plus klimës, ka rënë dhe insekti e gjitha ato dhe sidomos klima njërë ka qenë e ftohtë dhe qershia nuk do ftohtë kur qelë. Sidomos erë dhe shi këto si pranon dot. Dhe është i dobët. Shumë pak ka, do më thënë si avlen edhe që të bërëdhësh mbrapa tyre. Ata që janë marrë të kjo mbaj shpresat se kanë hedhur punë e pleja, do 2 herë ta punësh qershin. Në rrasë do thash qershi. Ja të marrësh të qesh. Qershit janë dhe degradimit me ndryshimin e klimës. Nuk duan shumë vap qershit kohë të nxehtë. E duan të freskët gjithmonë. Përballë kësaj situate, ata kanë pohuar se nëse prodhimi do të vijojë me këto ritme, Drenova rrezikon të humbas traditën e saj të njohur në kultivimin e qershisë. Kryeministri Edi Rama deklaroi se antarësimi në Bashkimin Evropian mbetet objektivi vetëm strategjik i vendit gjatë firmosjes së një marrëveshjeje financimi për mbështetjen e bizneseve shqiptare mes Bankës Evropiane të Investimeve dhe një banke të nivelit të dytë. Kryeministri Edi Rama deklaroi se integrimi në Bashkimin Evropian mbetet objektivi vetëm strategjik i Shqipërisë gjatë firmosjes së marrëveshjes së re të financimit mes Bankës Evropiane të Investimeve dhe një banke të nivelit të dytë për mbështetjen e bizneseve të vogla dhe të mesme shqiptare. Rama theksoi se liria individuale dhe shteti së drejtës janë arsyet kryesore pse vendi vijon të këmbgul për antarësimin në Bashkimin Evropian. Gjatë fjalës së tij, kreu i qeverisë u ndal te rëndësia e mbështetjes për sipërmarrjen e lirë, inovacionin, digitalizimin dhe investimet e gjelbra. Ta dini që në fakt keni të drejtë që po na ndihmoni. Në fakt keni edhe të drejtë që besoni te ne dhe të keni edhe më shumë të drejtë për të marrë breathing stereotypes about us. Me rezerva edhe disa stereotipe që ende gjallojnë për ne. Ne jemi një vend që ka probleme, por kemi bërë një rrugë të gjatë për të ardhur këtu ku jemi. E dim që ka ende rrugë për të bërë derisa të jemi pjesë e Bashkimit Evropian, po ndërkohë jemi krenar që kemi bërë gjëra që kanë ndryshuar marrëdhënien midis individit dhe shtetit, siç e përmendi dhe ministria, duke transformuar shërbimet tona digital
governance në platform. një platformë të mirëfillt digjitale të qeverisjes, duke ju dhënë mundësi qytetarëve me 95% të shërbimeve ta marrin këtë shërbim duke mos bërë asgjë përveç se duke klikuar në telefonat e tyre celular apo kudo ku janë në Shqipëri e në botë. Ndërkohë jemi edhe shumë krenar që kemi kryer një transformim kaq të jashtëzakonshëm të sistemit tonë të prokurimit publik, që tashmë konsiderohet nga Komisioni Evropian, ekspertët e Komisionit Evropian, konkretisht nga Sigma dhe OECD-a, si sistemi më i mirë i prokurimit publik në Ballkanin Perëndimor. $12.400 shqiptarëve ju refuzua hyrjen në Bashkimin Evropian në 2025, duke i renditur Shqipërinë pas ukrainasve që ka numrin më të lartë të refuzimeve sipas Eurostat. Rreth 12.430 shtetas shqiptar janë ndaluar të hyjnë në vendet e Bashkimit Evropian gjatë vitit 2025, sipas të dhënave të publikuara nga Eurostat. Shqipëria renditet e dyta në Evropë për numrin më të lartë të refuzimeve të hyrjes menjëherë pas Ukrainës, e cila regjistroi afro 27.000 raste. Të dhënat tregojnë se pjesa më e madhe e refuzimeve për shqiptarët është bërë në kufit ajror, me 5.780 raste, ndërsa 5.500 refuzime janë regjistruar në kufit toksor dhe rreth 1.150 në kufit detar. Italia rezulton vendi që ka refuzuar më shumë shtetas shqiptar me 3.220 raste, e ndjekur nga Greqia me 2.670 refuzime. Në listë vijojnë Kroacia me 1.580 refuzime, Irlanda me 1.280, Hungaria me 990, Gjermania me 775 refuzime, Slovenia me 225, Holanda me 125, Austria me 120 dhe Malta me 28 refuzime. Në nivel evropian, gjatë vitit 2025 janë refuzuar në total 132.600 shtetas nga vende jashtë Bashkimit Evropian, një rritje prej 7.1% krahasuar me vitin 2024. Numrin më të lartë të refuzimeve e regjistroi Polonia me afro 29.000 raste, pasuar nga Franca, Kroacia dhe Spanja. Sipas Eurostat, pas ukrainasve dhe shqiptarve, grupet që u refuzuan më shumë në kufit e Bashkimit Evropian ishin moldavët, kolumbianët, turqit dhe serbët. Ndërsa për ukrainasit dhe moldavët refuzimet u regjistruan kryesisht në kufit toksor, për shqiptarët dominuan refuzimet në aeroportet evropiane. Subjektet politike dorëzojnë sot listat e kandidatëve për deputet në KQZ për zgjedhjet e parakohshme në Kosovë. Subjektet politike që do të garojnë në zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 7 qershorit në Kosovë kanë afat deri në mesnatën e kësaj të marte për të dorëzuar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve listat me emrat e kandidatëve për deputet, me qëllim certifikimin e pjesëmarrjes në procesin zgjedhor. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë të ditur se pas përfundimit të afatit për deklarimin e pjesëmarrjes dhe krijimin e koalicioneve, në garë do të jenë gjithsej 27 subjekte politike. Sipas KQZ-s, në këtë numër përfshihen 22 parti politike, 3 koalicione, 1 nismë qytetare dhe 1 kandidat i pavarur. Institucioni zgjedhor njoftoi gjithashtu se më 10 maj është mbyllur afati për aplikimin e subjekteve të reja politike, koalicioneve, nismave qytetare dhe kandidatëve të pavarur për certifikim në zgjedhjet parlamentare të 7 qershorit. Pas përfundimit të procesit të verifikimit dhe certifikimit të kandidatëve, KQZ-ja pritet të organizojë hedhjen e shortit për përcaktimin e renditjes së subjekteve politike në flet votim, një hap i rëndësishëm në përgatitjet për zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës. Gjithashtu qeveria Kurti në detyrë ka njoftuar se ka mbajtur një mbledhje elektronike në të cilën ka ndarë buxhetin e kërkuar nga KQZ. Zyra e kryeministrisë bën me dije se në mbledhje është miratuar kërkesa e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe për zgjedhje janë ndarë mbi 10.800.000 euro. Organizata e Kombeve të Bashkuara i jep alarmin. Njerëzimit i kanoset një pandemi digjitale. Nëse shtyllat kryesore të botës digjitale do të dëmtoheshin papritur, pasojat do të ishin shkatërrimtare për shumicën e njerëzve.
Sipas paralajmërimeve të organizatës së OKB-s për telekomunikacionin dhe Zyrës së Kombeve të Bashkuara për reduktimin e rrezikut nga fatkeqësitë, shumica e vendeve nuk janë të përgatitura për probleme masive të satelitëve, ndërprerje të energjisë ose dëmtime të kabllove në New York. Raporti i tyre ngre pyetje alarmante: çfarë ndodh nëse telefonat, interneti, transaksionet financiare dhe sistemet emergjente ndalojnë papritur? Ajo që duket si fantazi shkencore mund të bëhet realitet, thon ata, duke përmendur 3 skenar të frikshëm që nisin me stuhi diellore, si ajo e vitit 1859. Ekspertët thonë se një shpërthim i madh diellor mund të ndërpresë sinjalet satelitore, të ndalojë avionët dhe automjetet autonom dhe të shkaktojë dështime masive të energjisë elektrike për muaj të tërë. Skenari tjetër është ai i valve ekstreme të nxehtit, ku një kërkesë më e madhe për ftohje, e shoqëruar njëkohësisht me ngrohjen e lumenjve, kufizon ndër të tjera funksionimin e centraleve bërthamore. Kështu qendrat të dhënave me konsum të lartë energjie mund të dalin jashtë funksionit për shkak të mungesës së ftohjes. Terminalet e pagesave mund të pushojnë së funksionuari dhe dyqanet të mbyllen. Skenari i tretë i rrezikut është ai një shpërthimi vulkanik si në Tonga në vitin 2022 që ndodhi në sipërfaqen e detit dhe shkaktoi dëme masive. Ndërsa tjera u shkatërrua një kablo në New York rreth 80 kilometra e gjatë, e cila e lidhte shtetin ishullor me botën e jashtme. Një ndodhi e tillë mund të sjellë ndërprerje të internetit për javë të tëra me pasoja të ngjashme me ato të skenarëve të tjerë. Raporti OKB-s paralajmëron se rrezikjet digjitale trajtohen shpesh veç, duke supozuar se çdo problem mund të zgjidhet shpejt, ndërkohë problemi është se një incident mund të ndikojë njëkohësisht në shumë sisteme kritike dhe zgjidhja mund të ishin sistemet rezervë analoge dhe aftësi për të menaxhuar ndërprerjen digjitale me mjete jo digjitale, për t'i dhënë njerëzve mundësi të funksionojnë edhe në kushtet më ekstreme. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni dhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.